Zaten mendoj që me njerë mbas luftës, shoqëria jonë ka qenë shumë e pastër. Ka qenë shumë nivel. Mbas luftës, ne kemi pasur 3 programe që i kemi shiku. 21, KTV dhe RTK. A ka qenë kështu? I ke pas të trijat me serialat të mbushuna. Sidomos RTV 21 ka qenë gjithmonë i stërmbushur me seriala. Edhe atë shumë janë shiku, atë shumë kena këshur me marë modelet e jetës që ato janë vetëm filma, nuk është ndoshta një realitet, sa që ndikun havshëm në ndryshimin e shoqënisë tonë që ka qenë dhe që havshëm u bë ky ndryshim, duke marrë model filmat, atë ku i kemi qenë filmat serialet spanjoll. Sigurisht që mediat kanë Kosova dhe tani vërë shumë ka Turkia. E vërtet. Edhe çështja e interesi i martesave filloi me ndryshu, edhe njohja e çifteve të rinjeve filloi me ndryshu, edhe rehatia në shtëpitë në familje tona filloi me ndryshu, duke u bazu nga media, në këtë rast nga serialet spanjolle që u shikojshin shumë havshëm atë kohë.